Crystal Center ka mbledhur në atmosferën festive të Halloween Baby Party, me qindra fëmijë në mjediset e qendrës tregtare, ku në ritmet e muzikës dhe tingujve festiv në praninë e personazheve të parallave, të sjellenkas nga Crystal Center për fëmijët e kryeqytetit, të gjithë kanë kërcyer, kënduar, luajtur dhe pozuar nëpër fotografi të ndryshme, duke u argëtuar së bashku. Një sfilat e vërtet kostumesh, maskash dhe makjazhi, e cila ka bërë që fëmijët të jenë më të lumtur dhe kreativ se kurrë në këtë ditë organizuar enkas për ta nga qendra Kristal. Maska si zanat, djajt, robotët, piratët, princër e princesha, personazhet e dashura të kartonëve të animuar si njeriu Merimang dhe njeriu Lakuriq, e deri tek monstrat e frikshme të filmave horrore fantashkencë, nuk i kanë munguar festës së fëmijëve në qendrën Kristal. Disa prej fëmijëve tregojnë se janë mjaft të kënaqur nga kjo festë enkas për ta, ku të gjithë kanë pasur mundësinë të maskojnë të trukojnë sipas dëshirës, në petkun e personazheve më të dashur, apo dhe personazheve frute të imagjinatës së tyre. Gjithashtu i pranishëm në mes të fëmijëve ka qenë dhe Xhaxhi Piktori Kosta Zhonga, ideator dhe drejtuesi e emisionit më të dashur për fëmijë në televizionet shqiptare, artist akfak që shfaqet ekskluzivisht nga platforma Tring Digital. Kungu, Shtriga, Zana Magjika apo dhe zombit kanë sjellë një harmoni ngjyrash në këtë Halloween Baby Party. Por festa e Halloween për fëmijët nuk mbaroi me kaq. Shumë prej vogëlushve kanë sjellë pikturat e tyre me temën e Halloween në konkursin e pikturës më të frikshme. Një pasdite e paharrueshme për fëmijët të cilët janë gjithmonë në vëmendjen e Crystal Center dhe Tring Digital, çka është dëshmuar dhe nga aktivitetet e shumta, të larmishme dhe të shpeshta që kemi parë të organizohen për të gjitha grupmoshat nga qendra Kristal, e në anën tjetër nga prodhimet e shumta edukative e krijuese, që prodhohen dhe transmetohen për fëmijët shqiptarë ekskluzivisht nga platforma Tring Digital.